Sot do bëjmë një gjë të veçantë, do shkojmë në një job mese ose panajër punësimi, shkollimi këtu në Hamburg. Unë nuk kam qenë ndonjëherë për hir të vërtetës, kështu që do ta zbulojmë këtë radhë bashk. Ja pra të dashur miqu, me këto i keni konfliktet, kjo është zyra e Finanzamtit. Për kraje për të njohur diplomën shqiptare në atë gjermane, që keni mbaruar në Shqipëri për edukatore me bachelor. Se nëse ju duket kaq seksi, kjo është vetëm për ato që pastrojnë hoxhaqet. Sa është rralla me hym mrena. Interesantja dhe u interesova pikërisht për e-commerce, e cila zgjat 24 muaj full time dhe një vit bën komplet teori dhe vitin tjetër praktik. Gjëja që më pëlqeu më shumë është sepse tha që mund të vish një ditë, bësh një hospitacion tak, ta shikosh se funksionon, se nuk funksionon, pëlqen apo jo, dhe pastaj regjistrohesh te Bundesagentura që ta bëjnë, ta marrin përsipër koston e kësaj umshulung. Dhe shanset më të larta janë mbas 2 viteve të punësohesh këtu në Gjermani me një certifikat ose me një diplomë gjermane. Po më pëlqeu shumë, do vazhdoj te stendat e tjera dhe do ju tregoj si funksionon. Për të gjitha ju gocat që keni mbaruar në Shqipëri për edukatore me bachelor dhe keni bërë anerkant në Gjermani, ky më tha 3 muaj intensiv të bësh 4 javë tek një kita praktik dhe pastaj do bësh një provim të vogël dhe pastaj je e lirë të punësohesh në kita dhe sigurisht të njihet dhe të paguhet mirë. Si fillim duhet ta konvertoni diplomën në atë gjermane. Edhe me bënjish bëhet, domethënë, mirë është të kesh bëdueshëm, por edhe me bënjish bëhet, kështu që do interesohemi për profesionet e tjera ose të tia. Edhe IBB. Edhe kjo IBB ka shumë gjëra interesante, është një për të gjitha profesionet, nga marketing, te media, te commerce, ka me të përgjithshme. Që sa interesante që është. Coaching finance. Është sa interesante kjo. Kjo që ka një speed coaching këtu. Edhe është super. Ku mund të bësh ti një coaching, dikush të thot çfarë të bësh, si ta bësh. Alles gut. Ich habe dieses Speed Coaching gesehen. Das ist, da gucken wir sozusagen am Anfang, was für Kompetenzen hat man, also was haben Sie für einen Lebenslauf, ne, für Stärken, für Erfahrung, also Sie bringen ja schon ordentlich was mit, so an Aus- und Weiterbildung. Und dann sozusagen, welche Jobs gibt es? Eine ganz, ganz kleine Schnittmenge. Das ist diese kleine hier. Ne, das ist diese kleine. Die ist nicht besonders groß. Das heißt, es gibt ein paar Jobs, die dann in Frage kommen, die Sie glücklich machen und wo Sie auch gut performen können. Und das versuchen wir sozusagen umzusetzen. Vjen dhe i tregon çfarë shkollimi ke, çfarë gjëra mund të bësh me kualifikimin që ke. Dhe ishte një këshillim i shkurtër me një coach pa pagesë gjithmonë. Kështu që ju sugjeroj të vini te meset e tjera sepse Microsoft, Merch, Bureau Management. Kjo është për njohjen e certifikatave në Gjermani, ndërsa kjo tjetra është për gjuhën që të duhet në profesion. Për IT, kibernetik, management. Ja, mund të pim edhe një kafe këtu, masi të marrëm këte. Kam marrë te kjo da, për Sprachkenntnisse. Çfarë niveli të duhet, ose si mund të sponsorizohet, niveli i gjuhës. Shumë e rëndësishme, ka marrë për kraje për të njohur diplomën shqiptare në atë gjermane. Kemi coaching të shpejt këtu, kemi marrë si të nisim në kita
Ganztagesbetreuung. Kita dhe Ganztagesbetreuung që ka të bëjë me përkujdesit në shkolla. Mbas orës 1 deri në orën 4 është kjo GBS-ja, që dhe ato duhet të kenë një kualifikim të caktuar të ndihmojnë fëmijët të bëjnë detyrat. Të gjitha këto do ju bashkangjis më poshtë dhe do t'i shikoni të gjitha këto pamfleta që unë kam marrë sot në panajër. Industri mekanik, po. Shive çuna dhe goca, sa keni për këto profesione, shive, edhe të goca që po mësojnë këtu ndër. Bëjmë dhe dorë gallat këtu. Duhet me marrë jetën nga seriozisht. Për çfarë është kjo? Sa lezetshme që është kjo. Kam zum Casting. Steckbrief. Schornsteinfeger. Ato që pastrojnë xhaqet me pak fjalë, se nëse ju duket kaq seksi, kjo është vetëm për ato që pastrojnë xhaqet. Ose los, po marr një kështu ato të veçlit. Përma, sa zyz që është kjo. Tim Schwarz. Më që kanë super këto. Kjo era kokoshkave të këtit na të ndonë. E për sa të bukur jam veshur. Shumë më shumë. Qive, kjo qeka për elektricist. Që të shik këtu të regon edhe pagesët në vitin e parë të Ausbildung. Edhe merr dhe lek për urlaub, merr dhe lek për Zukunftsbetreuung pro Jahr 250 euro. Është shumë interesante. Shoh të që kanë për alumin. Këto makinat i vogla. Elektrik. Për elektricist, se shumica kanë përshtypjet e kanë që këtë dëshirën, por shoh dhe shumë të hujtë kom polici. Ja pra të dashur miqu, me këto i keni konfliktet, kjo është zyra e Finanzamtit që kërkon. Tu mund të bëke ose Ausbildung, ose Studium, sa interesante, unë dhe marrë një pamflet nga këto të këtyre. Es liegt daran, dass Steuerrecht bei uns halt Inhalt ist und dafür müssen wir halt sicher gehen, dass du Steuerrecht gelernt hast. Und deswegen deutsche Steuer. Ajo Finanzamti tha, nëse doni të punoni te Finanzamti, duhet ta nisni nga këtu, tha, s'ka rëndësi se çfarë diplome ke, nuk ke në Shqipëri, duhet ta nisësh nga këtu. Kështu që fillo Ausbildung që të mësosh Steuerrecht këtu, tha, pastaj vajtër derisa të punësohesh te ne. Nëse i lejmë tot Finanzamtit të janë kështu, japin dhimbje koke. Shkojmë te Peni. Çka ka Peni? Persona që duan të bëjnë Ausbildung te Peni që të punësohen. Pharma Management. Kjo që ka për farmaci. Kjo që ka Pharma Management, Ausbildung dhe Studium dhe farmaceutisch, teknische assistent. Çka ka të bëjë me farmacin? Të këtë pjesa e ndërtimit me sa kuptoj. Tu passa për inxhineri vende. Praktikum, ja, genau. Ja, das ist halt im Handwerk, Industriesolierer. Das dauert 3 Jahre, die Ausbildung. Also er wird dann auch, er muss in die Schule, dann geht er in die Werkstatt, der muss ins Ausbildungszentrum, dann muss er auf die Baustelle, das ist also immer abwechselnd. Verstehe. Ich gebe Ihnen da gerne einen Flyer dazu. Danke. Und was für Sprachniveau muss er haben, damit man... B2. B2? Ja. Okay. Ich glaube, das kriegt er hin. Ja, hoffe ich. Das ist një njëri besoj, interesante. Të ofrojnë punësim për sa i përket operacioneve, flege, anestezi, radiologji, logopedi. Kjo është Bundeswehr, të ofro kanë transport specialist, pilot,
doktor dhe elektricist kërkojnë. Hier, Danke. den kann man nach dem Bachelor zum Beispiel machen. Da geht es darum, zum Beispiel, wie leitet man Marken strategisch, macht man richtig digitalen Auftritt. Aber der ist sehr spannend. Më kënaqin këto lojërat e këtyre. A provoj edhe unë? Voçkë kështu në varësi të ruletës. Nice, shi për nesh ti është burralla të çarop desi me bokë të gjona, po. Auswendige Sachen, Informationen. Ja. Ndalet e kjo stenda e diplomacisë dhe në fakt mendova hajt më po e shoh herë. Po ke pati që ishte super interesante sepse kërkonte për diplomat ose që përfaqësonin Gjermaninë kudo nëpër botë, diku te 14 muaj merrje trajnime në Berlin dhe pastaj bëje shkoje kudo nëpër botë ose vendoste të qëndroje në Berlin. Kishte një pagë që fillon nga 5.000 euro bruto, po nëse ishe me fëmijë të martuar ose gjëra të natyre, maksimumi shkonte në 13.000 euro në muaj bruto, po kur shkoje në zonat të ngrohta, për shembull si janë zonat aktuale. Megjithëse ajo tha, ne nuk është se rrezikojmë jetën se ne sigurisht e tërheqim personelin ton, po prap, si më tepër për ide, më duk shumë interesante, se kisha menduar ndonjëherë. Oh, wow. Vielen Dank. Wow, si vidova? Shive, sa super. E po, super marketing, po kam marrë një çantë, kam marrë një kovë, kam marrë 700 pamflete. Job messer. Ata si më fillojte, okay, ja vëtrosë. Shumë faleminderit që më ndoqët, ju uroj që t'ju kem ndihmuar sa të pak në orientimin për sa i përket punësimit dhe shkollimit. Ju përshëndes nga Job Messe Hamburg. Emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë rrugë.